SPAK ka kërkuar këtë të ënë zgjatjen me 6 muajt e hetimeve ndaj kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Avokati i tij, pasi ka marrë shkresën nga prokurorët, deklaroi për mediat se SPAK po mban Ilir Metën në paraburgim, megjithëse sipas tij nuk ka asnjë provë. Avokati Kujtim Cakrani tha se është e pakuptimt që SPAK ka 6 vite që nuk gjen prova për Metën dhe sërish kërkon zgjatje të afateve hetimore. Është regjistruar një javë pasi zoti Altin Dumani ishte prokuror i SPAK-ut, nisi nga puna, dhe prej vitit 2019, dhjetor 2019-ës, deri sot kanë kaluar afërsisht 6 vite. Dhe 6 vite SPAK-u nuk ka mbledhur akoma provat për të inkriminuar ose për të marrë në përgjegjësi penale presidentin e Republikës. Dhe presidenti i Republikës sot që po flasim, po rrin në paraburgim një absurditet i jashtëzakonshëm për akuza që të cilat ai nuk i di. Ky është ajo që ne duhet t'u themi sot shqiptarëve. Nëse dale, nuk është aty problemi, nuk është kaq i thjesht sa mendoni ju. Problemi që ndonë, pyetja është pse mbahet presidenti i Republikës në paraburgim. Avokati Cakrani theksoi se të gjithë e dinë se Meta po mbahet për çështje politike dhe përmendi mënyrën se si sipas tij ai u arrestua. Çështja është politike dhe çështjet politike mbahen në paraburgim dhe mënyra se si u arrestua zoti Meta ju e dini shumë mirë. U arrestua kryetari i Bashkisë së Stambollit në mënyrë qytetare pavarësisht ndaj politike, u arrestuan çdo lloj personi që është arrestuar, qoftë edhe Putini po deshët ju, i ka arrestuar në mënyrë qytetare presidenti i Republikës Ilir Meta, është rrëmbyer dhe rrëmbimi i tij tregon edhe një herë që SPAK-u është kthyer në prokurori politike, sepse nuk ka si t'i vënë një emër tjetër kur ky procedim ka nisur 6 vite më parë. E dini që ka nisur 6 vite më parë? Avokati paralajmëroi se këtë çështje do ta çojë në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg, duke kundërshtuar qëndrimin e Metës në burg, sipas tij pa prova, si dhe mënyrën e arrestimit do ta dërgojnë në gjykatën europiane për të drejtat e njerëzit. Kemi mënyrat tona ne kemi taktikat tona të mënyrës së hetimit dhe ne këto të gjitha do t'i pasqyrojmë në më vonë do rinë gjykatën e Strasburgut. Sot apo ditët në vijim do paraqesim dhe kërkesën gjykatën kushtetuese dhe ne do vijojmë betejën tonë. Problemi qëndron që si ka mundësi që SPAK-u, prokuroria e posaçme, vazhdon sot pas një viti dhe sot unë nuk kam prova që të përfundoj hetimet për presidentin Ilir Meta.